Një qendër kërkimore shkencore për mjedisin e para e këtij lloji në vendin ton do të ngrihet së shpejti në Gjirokastër me fokus të veçantë lumin Vjosa dhe statusin e saj si park kombëtar. Marrëveshja për ngritjen e kësaj qendre është nënshkruar mes Universitetit Eqerem Çabej dhe prezencës OSB-s në Shqipëri. Rektori i universitetit, profesor Jaho Canaj, në një prononcim për mediat, e ka cilësuar këtë projekt si një hap të rëndësishëm për të gjithë komunitetin lokal dhe rajonin në tërësi. Ai theksoi se qendra do të ketë një ndikim të drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të bashkive të qarku Gjirokastër përmes promovimit të turizmit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së mjedisit. Objekt i kësaj qendre kërkimore do të jetë kryesisht ruajtja e ambientit pa prishur shkallën e zhvillimit ekonomik e shoqëror të gjithë qarkut të Gjirokastrës dhe veçanërisht të pellgut të lumit Vjosa. Kur flasim për mjedisin, natyrisht kjo është një fjalë mjaft e gjerë e cila përfshin ruajtjen e këtij ambienti, por mbi të gjitha duke njohur të gjithë elementët mellësi përbërës të këtij mjedisi në cilin ne jetojmë. Do të jetë një ndihmë shumë e madhe për të gjithë komunitetin në cilin ne jetojmë dhe mbi të gjitha për të ardhur në ndihmë politikave të zhvillimit ekonomik të gjithë bashkive të qarkut tonë. Vjosa, e cilësuar si një nga lumenjtë e fundit të egër në Europë, është vlerësuar gjithnjë më shumë për pasurinë e saj natyrore, biodiversitetin dhe potencialin e jashtëzakonshëm për turizëm ekologjik. Problemet mjedisore në këtë zonë kanë qenë të shumta ndër vite, ku ndotja është sfida më e madhe. Ngritja e kësaj qendre do të shërbejë jo vetëm si një hapësirë studimi dhe monitorimi shkencor për gjendjen e ekosistemit të Vjosës, por edhe si një urdhër veprimi mes komunitetit akademik, institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.